Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Mbyllet procesi numërimit në Lushnjë për zgjedhjet e 11 majit. Partia Socialiste fiton zgjedhjet në Bashkinë Lushnjë, ku në total kanë votuar 43.085 votues. Në të dy KZAZ-t e Lushnjës është mbyllur procesi numërimit të votave për subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 11 majit. Në KZAZ-n 56, ku përfshihen qyteti dhe rrethinat, numërimi 64 kutive ka përfunduar rreth orës 3 të mëngjesit. Ndërsa në KZAZ-n 55, ku përfshihen njësitë administrative të Bashkisë Lushnjë, numërimi ka përfunduar rreth orës 6 të mëngjesit. Në KZAZ-n 56, rezultati ka qenë si më poshtë. Partia Demokratike 5.057 vota, Partia Socialiste 10.861 vota, Shqipëria bëhet 615, Mundësia 458 dhe Partia Social-Demokrate 58 vota. Në këtë KZAZ, në 64 qendrat e votimit, votuan 17.970 votues nga 43.090 në lista dhe 498 vota dolën të pavlefshme. Në KZAZ-n 55 kanë votuar 24.890 votues në 92 qendra votimi me këto rezultate. Partia Demokratike 5.282 vota, Partia Socialiste 15.730 vota, Shqipëria bëhet 1.206 vota dhe Mundësia 446 vota. Të pavlefshme kanë dalë 1.091 vota. Në këto zgjedhje për Parlamentin e ri në Bashkinë Lushnjë, në total kanë votuar 43.085 votues nga 99.753 votues me pjesëmarrje rreth 43% në votime. Pritet që sot të nisë dhe numërimi i votave preferenciale apo votave të kandidatëve nga ana e KZAZ-ve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, para gazetarëve zgjedhjet e 11 majit i ka quajtur zgjedhjet më të grabitura, plaçkitura dhe dhunuara në histori, që u diktuan që të gjitha nga krimi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli në një konferencë për mediat pas publikimit të rezultateve paraprake të zgjedhjeve të 11 majit, të cilat deri më tani janë në favor të Partisë Socialiste. Berisha e konsideroi zgjedhjet e 11 majit më të plaçkiturat në histori, duke akuzuar për përfshirje masive të bandave kriminale dhe blerje votash. Zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Skena si vora ishin të zakonshme në një seri qarqesh dhe bashkisë të tjera Durrës, Peshkopi, Elbasan, Fier dhe zona të tjera. Pra, në çdo aspekt, këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se protesta fillon më 16 maj në bulevardin Zogu i Parë dhe ky është fillimi i një betejë që nuk ndalet më. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit. Elektorali Edi Rama që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Protesta do të jetë paqësore. Ne
garantoj se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurin e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Procesi i numërimit është mbyllur edhe në Divjak mbrëmjen e djeshme. Partia Socialiste fiton zgjedhjet. Mbrëmjen e djeshme ka përfunduar numërimi për subjektet politike në KZAZ-n 57 në Divjak. Në zgjedhje kishin të drejtën e votës 40.176 votues, nga të cilët kanë votuar 16.799 me rreth 41.8%. 748 vota kanë qenë të pavlefshme. Në përfundim të numërimit, rezultatet janë si më poshtë. Partia Socialiste 10.427 vota, Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore 3.882 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 906 vota, Partia Mundësia 231 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 149 vota, Lëvizja Bashk 137 vota, partitë e tjera kanë marrë më pak se 100 vota. Sot fillon numërimi për kandidatët. Vetplagoset me armën e zjarrit që e mbante pa leje një 37 vjeçar nga Lushnja. Policia arreston të plagosurin, por edhe vëllain e një shokun e tij për mbulimin e rastit. Policia ka arrestuar një 37 vjeçar që deklaroi në spital se ishte dëmtuar aksidentalisht me mjet prerës, ndërkohë që ishte vetplagosur me armën e zjarrit që mbante pa leje. Gjithashtu në pranga u vu vëllai dhe shoku i tij pasi i fshehën automjetin ku dyshohet se u vetplagos aksidentalisht 37 vjeçari. Pas njoftimit të spitalit të Lushnjës se një shtetas i dëmtuar në këmbë kishte shkuar për të marrë mjekim, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë nisën hetimet dhe si rezultati tyre zbardhën rrethanat e rastit. Në përfundim të veprimeve hetimore, u vu në pranga shtetasi i dëmtuar AM 37 vjeç, si dhe vëllai i tij shtetasi IM 33 vjeç dhe shoku i tij shtetasi FV 40 vjeç. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se 37 vjeçari është vetplagosur aksidentalisht në automjet me një armë zjarri të cilën e posedonte pa leje. Për të penguar zbulimin e së vërtetës, ky shtetas ka deklaruar në spital se është dëmtuar aksidentalisht me mjet prerës. Aktualisht ky shtetas është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Dy shtetasit e tjerë u arrestuan sepse dyshohet se kanë fshehur automjetin ku vetplagos shtetasi AM, si dhe kanë mbështetur deklaratën e rremtë të tij. Gjatë kontrollit në automjetin e gjetur nga policia, u gjetën dhe sekuestruan 2 fishek dhe një predh armësh zjarri. Në drejtimin e prokurorisë së Fierit, po punohet për të dokumentuar me prova ligjore të gjitha rrethanat e këtij rasti. Këshilli i Evropës lë jashtë Kosovën, nuk fut në agjendë çështjen e antarësimit të saj. Këshilli i Evropës në mbledhjen e Komitetit të Ministrave të kësaj të marte ka lënë jashtë rendit të ditës për antarësim Kosovën. Sipas përfaqësueses së Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, deputetja e PDK-s Ariana Mysliu Shoshi ka thënë se nuk sheh asnjë mundësi që Kosova të jetë në agjendë. Si një vend që për momentin jemi pa institucione, pa përfaqësim, si një vend që nuk kemi aleat që flasin për ne, që lobojnë për shtetin e Kosovës, unë nuk shoh që të ketë asnjë hap pozitiv dhe nuk shoh asnjë mundësi që Kosova të jetë në agjendë në mbledhjen e ardhshme të Komitetit të Ministrave, ka deklaruar ajo. Sipas deputetes, një kthes pozitive mund të vijë vetëm nga një qeverisje e re. Kushtet kryesore për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës ishin zbatimi i vendimit të kushtetueses për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Putin dhe Zelenski do të takohen të njëjtën në Stamboll për të diskutuar për paqen. Presidenti Trump tha se mund të shkojë edhe ai. Presidenti Amerikan Donald Trump po mendon t'ju bashkohet bisedimeve mes Ukrainës dhe Rusisë që pritet të zhvillohen këtë javë në Stamboll. Mos e nënvlerësoni të njëjtën në Turqi, tha Trump për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, para nisjes për në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katar, duke u referuar bisedimeve të mundshme më 15 maj.
Po mendoj të shkoj atje, nuk e di ku do të jem të njëjtën, tha Trump, kam aq shumë takime, ndoshta do të jem atje nëse e shoh që mund të ndodhë diçka. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio zhvilloi më vonë një bisedë telefonike me ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Polonisë, Britanisë, Ukrainës dhe me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit përmes dhënëses Bruce. Udhëheqësit diskutuan për hapat e mëtejshme drejt një armëpushimi dhe rrugës për paqe në Ukrainë, tha Bruce. Aleatët e Ukrainës më herët ishin skeptik për mundësinë e bisedimeve dhe për sinqeritetin e presidentit rus Putin. Nuk mund të ketë bisedime në zjarr nëse nuk ka armëpushim, tha Kallas gjatë një takimi për Ukrainën në Londër. Duam të shohim që edhe Rusia dëshiron paqen. Duhet që të dyja palët ta duan paqen për luftë, mjafton vetëm një, dhe po shohim që Rusia e do luftën. Presidenti Ukrainas Zelenski tha më herët se ishte i gatshëm të takohet me Putinin në Stamboll. Nuk ka ende përgjigje nga Kremlini për ofertën e Zelenskit dhe Moska nuk ka komentuar as ofertën e Trumpit për të marrë pjesë në bisedime. Por Ministria e Jashtme ruse konfirmoi se ministri Sergej Lavrov ishte takuar me homologun e tij turk për të diskutuar për bisedimet e drejtpërdrejta me Kievin. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.